Ne jemi shumë të shqetësuar për demokracinë për të cilën kanë luftuar dëshmorët tonë, luftëtarët tonë. Jemi në një gjendje të jashtëzakonshme për të cilën sinqerisht duhen veprime dhe mjete konkrete për të cilat duhet i parandalojmë këto çfarë po ndodhin. Është shumë e thjeshtë kuptimi i gjithë kësaj çfarë po ndodh. Merrni një shembull shtëpinë tuaj. Në qoftë se i zoti i shtëpisë i thyen rregullat e asaj shtëpie me të cilën ka funksionuar kjo shtëpi vazhdimisht, atëherë si mund t'i thuhet një fëmijë ose një qytetari ose dikujt tjetër që të vazhdojnë dhe t'i respektojnë rregullat dhe ligjet nëse në të njëjtën formë jeni duke jau për modelin dhe shembullin që vazhdimisht po shkelet kushtetuta, po thyen rregullat dhe po thyet çdo funksionim i mundshëm me të cilin Kosova ka funksionu vit pas viti deri tash ku jemi sot. Ne si Parti Demokratike e Kosovës jemi edhe partia e dytë më e fuqishme në Kosovë e kemi për obligim edhe detyrim që ta ruajmë shtetin tonë me të gjitha format e mundshme. Kështu që fillimisht kërkojmë nga vetëvendosja që të fillojnë seancat e tyre, anise e kanë shkelur kushtetutën dhe vazhdimisht janë duke kthyer këtë në normalitet, për të cilën më të vërtet shqetësimi është shumë i madh. Kështu që ne kërkojmë që ta fillojnë seancën konstituive, i kanë votat dhe nuk duhet që të ketë arsyetime, se bashkë me pushtetin duhet të mbajnë përgjegjësi përpara popullit. Unë jam e sigurt që edhe ata votues të vetëvendosjes nuk presin për stagnim edhe nuk presin për zgjedhje. Partia Demokratike e Kosovës vazhdimisht që nga legjislatura e 9, me të cilën edhe unë kam qenë pjesë e saj, kemi dëshmuar për çështjet që po ndodhen të kundërligjshme, duke shkelur kushtetutën dhe vazhdimet e saj që po i kemi edhe sot. Për mua, unë shpresoj që të merret përgjegjësi, të reflektohet dhe të vazhdohet se Kosova ka nevojë për stabilitet. Si PDK, a keni një interpretim se pse po ndodh prej lëvizjes të kalimi i afateve kushtetuese edhe këtë rast edhe të rregullorës për katër kushtetueshë? Unë besoj që kryesisht vetëvendosje, sikur po kërkon kohë për vetë as ata nuk e dinë për shkak duke kërkuar kohë, për shkak që ata votat i kanë për kryetarin e kuvendit, edhe në të njëjtën kohë si lider partijak dhe si parti fituese e kanë përgjegjësinë dhe kanë pasur përgjegjësinë që ta formojnë konstituimin, të gjejnë marrëveshje me partitë të tjera në kohën kur është dashur. Andaj kjo për mua është jo seriozitet ndaj qytetarit të Kosovës dhe në këtë rast prap ne si PDK kërkojmë që të ketë seriozitet për shkak që njerëzit kanë dhënë shumë edhe mbi të gjitha momentumin për të cilin po flasim, ne të gjithë e dimë në për familjet tona, në për qytetarët tonë që ka shumë probleme jetike për Kosovën dhe mbi të gjitha përfaqësimi edhe diplomatik i Kosovës, ju vetë se e keni vënë re kohëve të fundit se çfarë po ndodh. Andaj na kemi nevojë më shumë se kurrë seriozitet për krijimin e institucioneve dhe të mos vazhdohet sikur gjithçka është në rregull. Kështu që kjo është thirrja jam për qytetarët e Kosovës, për lëvizjen vetëvendosje që të vijnë në kuvend dhe ashtu sikurse dëshirojnë që të mirpresin bashkëdhetarët, të mirpresin me një normalitet që ja ka ndëruar Kosovës, sepse Kosova nuk ka nevojë më shumë se kurrë për kurrë gjë tjetër përveç se stabilitet dhe normalitet. Faleminderit shumë.